Mirëmëngjes, miq të dashur, lutem që t'jeni të gjithë mirë dhe bekimi i Zotit me ju. Në meditimin e sotëm, do ndalim të diçka më tepër se sa interesante për një bekim i vërtet tek Psalmi 20, vargu 7 dhe 8. Në këtë psalm, fjala e Zotit thotë: disa kanë besim tek qerret dhe të tjerë tek kuajt, por ne do të kujtojmë emrin e Zotit Perëndis tonë. Në vitin 1812, Napoleon Bonaparte hyri në Rusi me ushtrinë më të madhe që Evropa kishte parë ndonjëherë. Ai kishte me vete 600.000 ushtarë, mira kuaj, topa, furnizime, armatim, duke i pathyeshëm. E gjithë shpresa e tij ishte ndërtuar mbi fuqinë ushtarake. Por dimri rus, uria dhe sëmundjet shkatruan atë që dukej e pamposhtur. Pra nga kjo ushtri gjigande, vetëm një pjesë e vogël kthehet në Francë. Historia na mëson se edhe qerret më të forta, miq, të njerëzve më të mëdhenj, mund të shëmben për pak kohë. Psalmi 20 vendos përballë njëra tjetrës dy mënyra të jetuari. Njëri e ndërton sigurinë tek qerret dhe kuajt mbi pushtetin, paran, lidhjet, dijen, teknologjinë apo ndikimin, ndërsa tjetri e ndërton jetën mbi emrin e Zotit. A dini që në kohën e Davidit, qerret edhe kuajt përfaqësonin çfarë? Teknologjinë më të avancuar ushtarake. Ishin garancia e fitores sipas logjikës njerëzore. Pra, ushtria që kishte më shumë kuaj dhe qerre dhe kalorës, kishte të gjitha gjasat që do fitonte në betejë. Por Davidi kishte mësuar një të vërtetë më të madhe. Fitoret nuk varen nga madhësia e ushtrisë, parave, pushtetit, por nga prania e Zotit. Tani Goliathi kishte armë, Davidi kishte vetëm një gjë: emrin e Zotit, besimin tek Perëndia i gjallë dhe i vërtet. Dhe historia ndryshoi. Dhe sot ne kemi qerret tona moderne. Dikush beson tek llogaria bankare, dikush tek karriera, tek shëndeti, tek pushteti politik apo tek inteligjenca artificiale. Më falni. Të gjitha këto mund të jenë të dobishme, por vjen një moment që bëhen idhuj dhe zën vendin e Zotit. Vargu pasues thot: ata përkulen dhe bien, por ne ngrihemi dhe rrim në këmbë. Ky është ndryshimi. Ata që mbështeten vetëm tek forca njerëzore bien bashkë me të. Ata që mbështeten tek Zoti mund të rrëzohen për një çast, por Zoti i ngre përsëri. Ndaj, sot pyetja nuk është nëse ke qerra apo jo. Pyetja është ku e ke vendosur besimin tënd, sepse ajo që mban zemrën tënde në ditën e paqes do të zbulohet gjithashtu dhe në ditën e stuhis. Nëse sot jeni mes stuhive, vështirësive, kryqëzimeve, dallë të lartave të vështirësive në jetën tuaj, le të qëndrojmë bashkë në besim në emrin e Zotit dhe së bashku do të fitojmë. Amen. Le të lutemi Perëndis së bashku këtë mëngjes dhe të kërkojmë ndihmën dhe mbështetjen e Tij. Ati dashur qellor, na ruaj që të mos e ndërtojmë sigurinë tonë mbi gjërat që kalojnë. Na mëso të mbështetemi tek Ti në emrin Tënd, i cili nuk lëkundet kurrë. Kur forcat tona dështojnë, na kujto gjithmonë se Ti mbetesh i njëjti dje, sot dhe përjet. Bëj besimin tonë më të fortë se frika dhe shpresën më të madhe se çdo fuqi njerëzore. Bekoj burrat dhe gratë, fëmijët, familjet që po ndjekin këtë mëngjes. Qofshi Zoti që i shpëton. O Zot, udhëhiqi dhe drejtoje. Jepi forcë dhe ndihmë. Në emrin që shpërmbi çdo emër tjetër, në emrin e Krishtit Jezus unë lutem. Amen dhe amen. Miq të dashur, ky ishte meditimi i këtij mëngjesi, shpresoj që ka qenë inkurajim për juve. Nëse ishte inkurajim, ndajeni me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Le të inkurajojmë dhe të jemi bekim për të gjithë. Presim të takoj sërish nesër. Zoti me ju, qëndroni të fortë dhe mbështetuni tek Perëndia. Mirë takofshim.